Përshëndetje miq, mirë se po takohemi prapë në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestar. Sot do të përgatisim një recetë tradicionale shumë të shijshme. Speca me mos është një recetë e thjeshtë me pak përbërës, por një shije fantastike. Ndiqni video në vazhdim. Tani fillojmë me përgatitjen. Fillimisht speca do t'i pikim mbi pllokën e shpëritit, duke i kthyer nga të gjitha anët derisa të piqen mirë ose të nxjihet lëkura. Pasi specat janë pikur mirë, i vendosim në një tazë dhe i hedhim ujë. I lëm të qëndrojnë për disa minuta sepse kështu lëkura zbutet dhe qërohen shumë e lehtë. Tani do t'ju tregoj përbërësit që do të përdorim për këtë recetë. Do t'na duhet suxhuk sipas dëshirës, një lugë gjelle miell jo e mbushur plot, ojk përgatim, krem fresh dhe një lugë gjelle kos. Unë i shtoj kos sepse më pëlqen shija e mosës të jetë pak më e therrët. Atëherë me këta përbërës do të përgatisim në mosë shumë të shijshme dhe kremoze. Specat i kam qëruar më parë, kështu që këtë proces nuk po ja tregoj. Pasi të qëroni, mund të hedhni pak krip sipas dëshirës. Dhe më pas në një tigan me vaj të nxehur, i kalojmë specat dhe i skuqim mirë nga të dyja anët. Tani është rrodha e suxhukut, e skuqim mirë nga të dyja anët, vetëm nga 1 minutë nga secila. Pasi suxhuku dhe specat janë skuqur, i largojmë në një pjatë. Më pas në të njëjtën vaj ku janë skuqur dhe ku suxhuku e ka lëshuar yndyrën e tij, shtoj fillimisht mielin dhe e ka vërtis për pak sekonda. Pra pikërisht për këtë arsye përdor suxhuk, sepse yndyra që lëshon i jep kësaj përgatitje një shije shumë të veçantë. Dhe më pas shtoj ojkën, kosin dhe krem fresh, duke i përzier mirë derisa të krijohet një salcë e një të rrajtshme. Dhe krejt në fund, suxhukun dhe specat i kthejmë përsëri tek fërgesa ose tek moza. E lëm të zihen dhe për 2-3 minuta, maksimumi 5 minuta, vetëm sa të bashkohen të gjitha shijet dhe salca të troshet pak. Fërgesën e kemi gati dhe normalisht unë kam shoqëruar me bukë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse e provoni mos harroni të më tregoni se si ju doli. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në recetën e radhës. Ju bëftë mirë.